Hej, përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do sjell dy histori. Do të sjell dy nëna, të cilat do rrëfejnë jetën e tyre dhe padyshim do t'rregojnë çfarë kanë përjetuar. Do hap dritare në fillim për nënën e 5 fëmijëve. Ai quhet Lime Pici, e cila që ditën e parë u martua, u përball me varfërinë, solli në jetë 5 fëmijë dhe u detyrua që të 5 fëmijët t'i lërë në jetimore. Ajo humbi fatkeqësisht nga ky jetë bashkëshortin e saj dhe vetë ju drejtua jetimores për të bashkuar me fëmijët. Unë hap dritaren dhe ftoj këtë zonjë për ta dëgjuar historinë e saj. E dashur Lime, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Dita, nga Përshkruja. Ti je një nën nga Përshkruja, një nën e vetme që më ke shkruar dhe kërkon ndihmë. Realisht domethënë, çfarë ka ndodhur me ty? Pse ndodhesh në këto kushte? Për jetimat më Dita, sonë vetë me probleme me të marrë në gjitha. Jeni diagnostikuar me sëmundje të rëndë? Po. Të shkuara, ku e keni sëmundjen? Më shkri. Sa ku keni që jeni diagnostikuar? 4 vite. 4 vite që luftoni me këtë sëmundje të rëndë. Dashur Lime, më thej që jam i nën me 4 jetima. Me 5 jetima. Me 5 jetim, me 5 fëmijë jetim. Se bashorti kur të ka ndruar jetë? Burim me i bëm të shimë në janar, po 5 vjet. 5 vite që është larguar nga kjo jetë. Po. Por çfarë ndodhi bashortit tuaj? Ishi sforë, si puna ime. Pse dhe ai u largua nga kjo jetë nga një sëmundje e rëndë? Po, edhe është vetë rëndë. Edhe i kapi edhe virusi edhe i më të dhja. Ka vdekur gjatë kohës së pandemisë, së COVID-19? Ka qenë si të tush, sa pa të fillu. Pandemia. Sa ka të fillu. Po. Ngushëllime, më ka shumë keq dhe besoj që jeta juaj është vështirësuar shumë këto 5 vite që ke ngelur e vetme. Edhe kam edhe gojën për shkollë lartë. Kam në djalin, ma ka lënë shkollë lartë se s'kishte mundësi me paguajtë. E la djalin shkollë lartë. Ka lënë studimet e larta se nuk kishte mundësi për të paguar. Kishte për të marrë 6 vjetë se marrë. Shkollë djali. Zonja Lime, mua më vjen keq që një pjesë e rinisë për shkak të kushteve ekonomike mund të lënë studimet ose nuk i vazhdojnë fare dhe kjo është një fatkeqësi, por fëmijët a punojnë aktualisht, se 26, 23, 21 vjeç janë në moshë pune, a punojnë? Punojnë më dhe për nuk ka punë këto këne, do du punë ka Tirana, për në Tiranë shko rruga grejt, së ngellë gjanë, shko djeli dy me me në këllëtende, si ngeli 5 lekë. Se i shko rruga, shko dhejta 10 lekë, i shko 5-6 lekë në rrugë. Ditë, nuk ngellë gjatë. Dhe këtë ka Tirana, pa të me shira me qanë, në Tirana më nërë se ka punë ma, për ka gjithë gjajën më nërëshe. Por këtë s'ka punë. E qartë, nuk kuptoj që vështirësitë janë të mëdha, por prap, le të themi, kjo nuk është një justifikim, që nuk ka punë ka. Ai që do të punojë, unë kam përshtypjen që e gjen mundësinë të punojë. Nuk ka, të punë, gjëra e ka, duke ne është veni që s'ka punë. E dashur Lime, ju më keni dërguar një mesazh që përpara se të hynim bashkë në këtë live, që fëmijët i ke rritur në jetimore. Pse fëmijët e tu kanë rritur në jetimore? Nevojë në jetimore jam. Jam pa shtëpi, pa gjë. Më lejon të pyes të më tregosh historinë për të kuptuar që ti me burrin keni qenë gjallë, sa burri tani 5 vite ka që ka ndruar jetë fatkeqësisht dhe fëmijët i ke lënë në jetimore. Pse? Lëm pra se ishin të vegjël, pa shtëpi, pa gjë. Rrugë, sa me shtëpi, kur tani të përcëllam. Çfarë jete ke bërë ti me bashkëshortin? Burri ka më ka 5 vjetë, dhe i të 23 vjetë martes kam pas, kur ka vdek burri. Pra, 23 vite martes dhe kur ju u martuat, si ka qenë jeta juaj, se është e dhimbshme të sjellësh në jetë 5 fëmijë dhe të 5 ti lësh në jetimore. Por falë Zotit i ke marrë dhe janë në shtëpi tani fëmijët, por pse i lënë në jetimore? Po jetimore jemi prapa dhe ta. Si në jetimore? Në jetimore jemi. Por në jetimore nuk mund të rish 26 vjeç në jetimore.
Ti je në shtëpinë tënde tani? Të beton jetimore jam. Vendi ku ti po... Ku në 5 fëmijë jetimore jam. Jo, mos më zërbe, por ma shpjegoj që ta kuptoj dhe unë qartë. Aktualisht në këtë banesë që ti po flet, kjo banesë kujt është? Është jetimores. E si quhet jetimorja ku je ti? Në Çata Betania. Por është qendër, jo jetimore, se tani në jetimore nuk mund të rish ti. Apo fëmijët që janë në moshë madhore, është në një qendër që ndihmon njerëzit në nevojë. Na kanë marrë për seba po deta. Është qendër që kush e financon? Është e huaj si qendër? Italiane. Është italiane. Është një qendër italiane në Fushkruj që mundëson të ndihmoj familjet në nevojë. Jo, këto rrite e fëmijët e praktikë, fëmijët jetim. Po na kanë marrë më deta për seba zotit. Kam pasur rrok që më kanë me këto se ditë çajë kemi. Kanë bërë përjashtime, të themi, për familjen tënde që u kanë strehuar. Kemi 2 familje. 2 familje në nevojë që jeni vendosur në këtë qendër. Po, 2 familje jemi. Por pse gjithë jetën tënde ti e ke bërë në këtë jetimore? Kam 10 vite që jam këtu. Kam 20 vite që kam për fëmijë. E dashulime, ti je martuar përpara 23 vitesh, si quhet i ndjeri, bashkëshorti? Ramazan. Me zotin Ramazan. Por çfarë ndodhi? Ju nuk arritët dot të bënit një ekonomi, të kishit një shtëpi, domethënë se ju bët prindër, sollët fëmijët me një dëshirë të madhe për t'i rritur. Nuk mundem atë se ishim me ashrot të kishim me pension tim invaliditeti dhe me 5.000 lekë punë të burri, nuk mund bëndëm asnjë ekonomi, asnjë shpirt të gjana. Se ishte invaliditet unë, asnjë gjë ditë ja. Por ju pse keni këtë kemp? Domethënë, pagueni me kemp pse? Keni ndonjë problem me shëndetin? Po, jam me skolioz. Kam të përmonë shtetën korrizore. A keni probleme shtetën korrizore dhe sa vite keni që... Kam që e vogël. Që e vogël je trajtuar me kemp? Po. Dhe në momentin që ti u martove, bashkëshorti juaj nuk ishte në gjendje të mirë ekonomike, i ndjeri Ramazan. Ishte zero, jo gjëje, po zero ishte komplet këto. E të thush. E që bëni hallit ishte e smonë, dhe... S'kisha marrë trapë. Askush nga familja juaj nuk i mbushteti, qoftë nga familja juaj, familje burrit? Në familja ime një mëshë me ushqime me gjana, po. Me të bërë shpi, nuk të më të kush. Po ku flinit në ato kohë? Kur u martuat, ku flinit në ato kohë? Ku qëndronit? Po kemi pas dy dhoma me dhe, po kemi pas si me thonë, veç me thonë dhoma. Ku të shiu më këtë rëndë. Ka qenë një shtëpi e shkatëruar. Shtëpi vjetër. E dashulime, shtëpi po kur solli një jetë djalin tënd të parë që sot është 26 vjeç, me njëherë e le në jetimore apo e mbajte? Ja, djale madhe ka marrë vetë. Djale madhe, gësër madhe i ka marrë, kur tegu ka marrë këto i ka marrë vetë. 2 fëmijët e parë i ke rritur vetë. Po. Ndërsa 3 fëmijët e tjerë i ke çuar në jetimore sapo i ke lindur. Po. Djale 3 e kam pro i vjeç. Djale madhe e 2 e kam pro 4 vjeç, kur të gotën e kam pro 2 javë. Në jetimore. Po. E dashulime, fëmijët janë bekim, absolutisht. Por kur ju jetonit në kushte të këqija ekonomike, që s'kishit shtëpi, s'kishit ushqim, pse solli një jetë kaq shumë fëmijë, 5 fëmijë? E po të shi që të bësh aty da. Që të bësh. Zoti i boni, që të bësh. Me shprejta i shala dhe zoti, për në një më kush, e në përtë në shprejta shumë, të do të një mëjmë dhe ndimojmë, e në si gjanë së bo. Kërë gjanë së bo. Dhe mua vjen keq sinqerisht për ty, ti ke arritur në një gjendje jo të mirë edhe për shkak të shëndetit. Sa vjeç je, më fal që të pyes? 51 ke bon prill. 100 u bëfsh, ta uroj me zemër, dhe 100 vjeç të bësh. Në kalofsha se vjetë jam rregull. Por jo, mos mendo kështu. Jo, dita nuk e di se jam, dita, mi pasëm të mija tik trunet, dita. Zoti të dhënë forcë për ta përballuar të gjithën, por mos e mendo kështu. Jeta është e shenjtë. Kam marrë këtë guzë, se më ngiri guta pas këtë lartë. Nuk kam mosi me shu. Të dhëm zemra për fëmijët që nuk arrin dot i shkollosh.
në shpirti. Beton, shpirtin. Por vajza, për çfarë ka dëshirë të konkurojë? Ajo ka qenë për mami, ose i përberi. Në fushën e mjekësisë. Po. Ajo do të më mëkasë të zanatës se ka në elektrët e gjallët. Ashtë më rregull. Nuk ke munduar që të bësh një përçapje, ndoshta mund të vinë në Tiranë, të flejë në konvikt, të punoj vetë. Një pjesë e mirë e studentëve vinë nga rrethet në kryeqytet që vinë në Tiranë. Një pjesë e studentëve familjet nuk i kanë të pasura dhe mundohen që dhe të punojnë 4 orë, të bëjnë dhe shkollën. Është e vështirë padyshim, por një njeri që do të mbaroj shkollën, lufton, ja arrin asaj gjëje. Ti nuk e përpjekur ndoshta ata. Në në shpresë më të desha dhe për të bërë kush. Dhe zote si ka pranë bujtë se aplikose, dhe të rregullojmë ne, po hala të manë, po të apliku, ka apliku. Vajza e ka mbaruar gjimnazin. Po, e ka mbaruar gjimnazin si mjetë. Ka aplikuar për shkollën e lartë. Ka apliku se në ka dhënë shumë shpresë, do zotit të darja në një. Do zotit, ta ullim me zemër, që ta ndihmojnë vajzën, sidomos për studimet. Besoj që të gjithë ata që mund ta ndjekin këtë video dhe do e dëgjojnë këtë histori të dhimbshme të një vajze e cila ka humbur nga ky jetë babai, nga një sëmundje rënd, nga një nënë e cila nuk është aftë e fuqishme të punojë dhe mbi të gjitha keni përfunduar në një jetimore, në një qendër, ushqeheni nga një shoqatë italiane. Besoj që çdo kush do e vërë dorën në zemër dhe do e ndihmoj vajzën tënde që të vazhdoj studimet e larta dhe ta uroj me zemër këtë gjë e dashur Lime. Lime. Po inshallah, do të më zgjojë inshallah. Ta uroj me zemër sinqerisht. E dashur Lime, ti më tregove që jetove me 2 fëmijët dhe me burrin, ndërsa fëmijët e tjerë, 3 të tjerë që sollen në jetë, i leni jetimore. Ti vije i takoje shpesh fëmijët? Një të javë ka qenë të takimit, i vishe të kosha. Por, kur u bashkove përfundimisht me fëmijët? 10 vjetë, i bëjtë e shemë në ndorë. Por, çfarë ndodhi? Pra, ti vendose të vije në qendër së bashku me burrin dhe 2 fëmijët e tjerë të bashkoheshe gjithë familja në jetimore? Erdhën vetë në kërkunë. Erdhën të qendrës. Erdhi drejtori në shtëpi. Po. Edhe në kërkovi. Çfarë ju tha? Do vini ta ke shoqata betonjë ata, te shoqata betonjë e këngëzaj. Bravo. Do vini atë jetë të jetojnë me fëmijët. Bravo, dhe ky është një gest shumë human dhe janë të pakta qendra që operojnë dhe veprojnë kështu. Unë po e dëgjoj për parë histori që fëmijët zdaheshin nga prindrit. Qendra ka hapur dorë dhe për prindrit i marrja aty. Dhe kjo është vërtet për të duar trokitur për këtë veprim që ka bërë kjo qendër. Domethënë përpara 10 viteve ti more burrin, 2 fëmijë dhe shkove në qendër. Po. Si reaguan fëmijët kur u bashkua e gjithë familja? Veç kanë qenë për gëzimit. E dhimbshme ka qenë. Veç atë natë bëj me që kam këtu. Atë natë më mosh zemra. Me fëmijë. Ishe në 5 minutë, s'ke fëmijë në shtëpi, nuk është të vaj. Ishe nëna më e lumtur në botë që bashkove më në fund familjen. Që të përra të ta? 3 lekë fëmijëve nuk është të vaj. Edhe shpirtim. Ai sikleta e mërzit ka bëu këtë gjenje. Nuk është ka dhe 3 shpirtim. Në sikletë. Të vesh. S'ke që bëh. E ka shkru zoti me buj. E dashur Lime, po çfarë keni menduar ju? Gjithë jetën do jetoni aty në qendër? Po jo më e dita, unë për Japon që kujt e ti që inshallah do zoti më del lehimin, anë më pak të më e pagu që të qera, që të bashkorit të aproma për spital, do ngira në atë lek që pite kërkën pite në fëmijë, ngira të lamë ambulancë me makina. Një 3 herë javë të bëj që të tutën kësa atë rëmi. Ngira sa ne zak ne. Veç tash për dje kam qenë në ambulancë. Tash po ambulancë më sinjale nesë për smonjësime. Por fëmijët, çfarë të thonë dashur Lime? Se unë jam e sigurt që edhe ata nuk ndihen mirë që qëndrojnë atë qendër akoma. Fëmijët çfarë? Që ta fëmijët mërzitën, një madh i më mërzit shumë. Shumë më mërzit, shumë jashtë madhe.
S'kan që të bëjnë. Animalët, më në delë një në animalët. Pak të më tikim, më në paguj që unë të punoj atëherë, të këllon gjohë, të prasë një gjohë me burë. Mua më dhimbse shumë ti historia jote. Ti ke vuajtur që ditën që kur u martove dhe është histori e dhimbshme kjo që po dëgjoj sot këtu në live me Odetën. Por ndoshta sot ka ardhur momenti që fëmijët të dalin, të punojnë. Nuk kalohet jeta duke të falur njerëz. Ndoshta dikush mund të ndihmojë të pagojë një qira, 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, por jeta nuk kalohet me me njerëz që të falin. Shtëpia, themi ne shqiptarët, nuk mbahet me miell hua. Kështu që fëmijët duhet i dalin zot tashmë jetës së tyre dhe të punojnë dhe t'ja dalin ban. Unë dua që këtë mesazh ti t'ua përcjellësh fëmijëve të tu. Ti motivosh dhe t'ju flasësh që jeta nuk është e lehtë, nuk është fush me lule. Kam ngelon në spitale. E qartë. Në shkatrua se me buhajë. E qartë, ti ke probleme me shëndetin tënd dhe padyshim ti s'mundesh të punosh më, trajtohesh me kem, kjo është e kuptueshme, por fëmijët janë të rinj. Ndoshta fëmijët janë rritur në jetimore, gjithçka kanë gjetur gati, por ti si nën përpos fatkeqësive, duhet i motivosh fëmijët, t'ju flasësh, është e rëndësishme që ata të punojnë, të sigurojnë të ardhmen. S'kan shtëpi më atë, të kenë shtëpi të punojnë atë, nuk kam nevojë për kurrë gjë, vetëm të kishim pas të shtëpi, atë nuk kanë nevojë për gjë tjetër të punojnë të tre. E do të thotë i malli, nëse pas shtëpi po punë elektricist, ka për shkollë për elektricist. Ai më punë direkt. Po duhet të kishte filluar. Jo të gjithë njerëzit, jo të gjithë njerëzit. Po të punë pas shtëpi. Ai ato marr me mua. Për të spitaleve. E kuptoj, por jo të gjithë njerëzit e dashurime kanë mundësi të blenë shtëpi. Pjesa më e madhe jetojnë me qira. Punojnë, grumbullojnë para, marrin kredit, vejnë në shtëpi. Po qira ju pas të vetë, nuk po ngel gjë për qira. Jeta është e vështirë, kjo është vërtet. Do të trashë kam të ndihet shumë me lagje në spitale. S'po rahat. E kuptoj, jeta është e vështirë në Shqipëri dhe sidomos në Tiranë, në kryeqytet. E dashurime, por tek bashkia e vendit ku jeton, ke shkuar, ke kërkuar ndihmë, ndoshta të japin një bonus qiraje për të ndihmuar ty si një familje në nevojë. Para javë kemi qenë me bashkimin e Murrës, po ata po në problemet me kempit. Asnjë gjë. Asnjë prapë edhe sa. Prapë kam shkuar disa herë kam shkuar, nuk e ha parë. Po prapë edhe. Nuk trajtohesh me asnjë lloj ndihme nga bashkia e Mamurrasit? Vesh kempi. Kempi është tjetër gjë, ai që merr ti. Po flas nga bashkia si një familje në nevojë. As për 5 fëmijë e 5 lekë vjetra ja. Nuk e kam në 5 lekë kot. Sepse ti në kategorinë e atyre familjeve në nevojë dhe je pa banesë dhe je strëhuar nga një qendër. Bashkia nuk të ka mundsuar asnjë lloj ndihme, qoftë bonus qiraje të një banese. Po ta marr 50.000 lekë ndihmë ekonomike para se të vdes burri. Po. I vetë marr. Ka shkuar në shtëpi me këtë logjë, ju ka thënë vjetë që pse jemi ndihmë ekonomike asaj, sepse ajo është në shoqatë mbetanje, direkt të shkokan hek. Edhe 50.000 lekë më është. Po si vjera juaj ka shkuar dhe i ka thënë pse jepni? Vjera ka thënë ka shkuar te komisioni të vret shtëpi, të vret gjenjen, se jam me shtëpi me vjerën. Jam gjithë me vjerën, me jo bërë me ta. Anë kanë thënë pse që se ajo është në shoqatë jetimore ka thënë. Jepi tjerë kësan se nuk kanë. Ana ka Po pse ta bëri vjera këtë gjë, s'po e kuptoj. Ti jeton në jetimore se s'ke para, vjera i thotë. Pse po na fëmijë në jetimore e morën një zanatë më i shkollë i gjanë. Atë kanë një natë. Po ja po më folin keq njerëzit, se nuk duam më pa mirë. Pse ti je në konflikt? Ti je në konflikt me vjerën tënde? Nuk ke kontakte të mira me vjerën? Jo, po kam 2 vjetë që kam kontakt me ta para. As me një mas një. Që me vdekjen e burrit ti nuk flet me njerëzit e ti? Nuk flet pra se o konfliktu, më prima vetën e. Pra nuk që kanë mbështetje njerëzit e burrit për ty? Pare. Kam 4 vjetë që jam kërbat, s'ka me më pa një me mësoj, më tanë të shkëta shkëta të ashtë të smorë. Asë një herë kur, që kam pa mësoj. Po me fëmijët, me niprit bëhen, me fëmijët e tu? Kush?
Vjera, vjeni takon Niprit? Jo, asnjëherë. Asnjëherë, Vjera sponata, asnjëherë, asnjëherë. Po pse, Lime, çfarë ndodhi që i ke prishur marrëdhëniet me Vjerën? Dita sepse kërkoshin lekë të varrimit. Lekë të varrimit? Po. Si lekë të varrimit? Të burrit? Burrit, pra, ku dish burrit. Qa lekë është kërkonin? Të varrimit, pra, që leshin njerëzit. Njerëzit që vini për ngushëllim i jepni para, Vjera tha mi jep mua? Po. Kjo është e turpshme. Nuk të shi burri imi ishi i nda me Vjerën, nuk ishëm i shpi me Vjerën. Si t'je e fsho lekë të varrimit, a do bëshën gjitha qofë të gjetë. Do bëshën, ti mund të varrimi ka për shpënzime. Po kjo është e turpshme, do me dhe nënat kërkojnë lekët e varrimit të djalit. Unë i kisha hekë gjitha shpëndimit të spitalit, se këtë spitalit më kanë urë të më këtë gradë. E me gotës, e ka pas gotës shumë keq. E burri e merë vetë, unë ngellë lekë për shpi dhe. Ka mërë 3 herë më në vitin spital. Dhe shkaku i konfliktit ishte pikërisht për këto para? Po, për lekë të varrimit, për shetë punës. O mu një 2 milion e ta lekë, o bura 2 lekë. Vjen shumë keq që ka ndodhur kështu. Dhe nga i moment ti nuk flet më me ata. Nuk kam pasuar, vetë që i kanë shkut kërët. Dhe për 2 vite kam pëllë me ta. Ta që ka 2 vite këne, i kanë shkut, i dhe gjanë. Nuk kanë asë njëse për përgjike. I kanë mra telefon, dhe fabi. Dhe ma vjen keq që e dashurime që jo vetëm me ty kanë pasur të konflikt, që është një konflikt banal, realisht më vjen keq që e dëgjoj këtë gjë, por më vjen keq që nuk kanë kontakt as me fëmijët. Por fëmijët çfarë thonë për njerëzit e babait? Dhe më dita e mërzito, dita këpte, ato mësë vënë se mi aprovu që kanë një për mesa jetime, mi aprovu ato i lërgojnë. Unë të me zemër që të bëhet me e mira dhe ti ke hyrë këtu për të kërkuar ndim. E kuptova qartë mesazhin tuaj dhe dua ta mbyll me një mesazh që ti drejtohesh institucioneve, njerëzve për të ndihmuar familjen tënde që ndodhet ende në një institucion. Mesazhi që kam i bëjtë gjithë kush ka mundësi me ndihmu, veç për shtëpi, asnjë gjë tjetër ja. Pak të trajtohem sa jam gjallon, mos i laj fëmijët shtonë. Sepse jam dita ditës gajnë, me ditë mëma. Dhe unë uroj shpresoj që ky mesazh i përsohet ditën e sotme të dëgjohet nga institucionet, nga bashkia e mamurasit. Mirë, e dashurime, uroj që të ndihmojnë, të bëhet më mira për ty dhe për fëmijët e ty. Lutem. Nëse do ishte në time, nuk do të lija fare të luteshe, por do të realizoja të gjitha të që doje. Nëpërmjet këtyre live-eve që unë realizoj, unë dëshiroj që zëri juaj të dëgjohet. Mirë, dashurime, ne do mbetemi bashkë në kontakt, të falenderoj dhe të përqafoj nga live. Unë falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj që të bëhet më e mira për të dy ato nëna që kisha ditën e sotme në këtë live. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por më gjeni dhe në rrjetet sociale në Instagram, në Facebook, në TikTok dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim ku tashmë çdo paradite hy live në YouTube me këto histori. Faleminderit.